E ne kur duhet të reagojmë me dorë? Kur ne duhet të ndalim një të keqe me dorën tonë? Ndale! Njerëz të cilët janë tubuar në një kafaz, njerëzit matë pa turpshëm. Gjej një njeri të mençur, qoftë musliman apo edhe jo musliman, i cili ta gjen një arsye, një kuptim por çfarë ata duhet të përcjellen. Ama televizori në shtëpinë tënde, nëse edhe qatë s'mundesh me e bë, ti mos i thuj vetvetes që je hala. Po xhallarët reagojmë dhe do të reagojmë inshallah. Deri kur? Sa të jemi gjallë. Mos e le derën e mbyllur me telefonin e vetëm fëmiu në dhomë. Ki me dhanë llogari sa ai fëmi nuk di kush është këtu fajtori. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Falënderimi i takon Allahu subhanahu wa ta'ala, atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet dhe selamet tona ja dërgojmë dashurit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes tij, shokëve të tij dhe gjithë atyre që e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër nderuar, me lejen e Allahut azza wa jall, vazhdojmë së bashku me fjalët e zgjedhura, me fjalët e bukura, me fjalët për të cilat ka nevojë zemra e besimtarit, jeta e besimtarit, me fjalët e njeriut më të mirë, me hadithet e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Me hadithe të cilat janë të rëndësishme, të cilat janë gjithë përfshirëse, të cilat janë shumë përmbledhëse, të cilat në shumë aspekte janë bazë, nga të cilat apo në të cilat besimtari në jetën e tij duhet të bazohet. Me lejen e Allahut azza wa jall kemi arritur në një hadith i cili është hadith i njohur për të gjithë, i cili është hadith i shkurt, mirë po shumë i madh, shumë i dobishëm dhe shumë i rëndësishëm, i nevojshëm që të praktikohet në jetën tonë të përditshme, çdo herë duke e pas parasysh këtë mënyrë të cilën ne përshkruan Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Për ndryshe, dietarët kanë thënë, ky hadith është bazë në aspektin e ndryshimit apo përmirësimit. Ky libër përfshin zakonisht hadithe të cilat janë bazë në një aspekt apo në një aspekt tjetër. Ky hadith është bazë në aspektin e ndryshimit dhe përmirësimit. Bëhet fjalë për një hadith të cilin e transmeton Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, ky sahabi i njohur në mesin e besimtarve, një prej shokëve të dalluar të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, i cili ka transmetuar shumë hadithe, në mesin e tyre edhe këtë hadith. Transmetohet nga Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, i cili thot: Sami'tu Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yaqul. E kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thënë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë hadith në tërheq vërejtjen, në tërheq vëmendjen nëse ne shohim ndonjë gjë, sidomos kur bëhet fjalë gjëra negative, gjëra të këqija, si duhet si besimtar të reagojmë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi."
kush prej jush e sheh ndonjë të keqe, le ta ndryshon atë me dorën e tij. Fa illam yastati' fa bilisani. E nëse nuk ka mundësi, atëherë me gjuhën e tij. Fa illam yastati' fa biqalbi. E nëse nuk ka mundësi, atëherë me zemrën e tij. Wa dhalika adhafu al-iman, dhe ky është imani ma i dobët. Këtë hadith të cilin e nxjerr e shënon në librin e tij Imam Muslimi rahimahullah. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë hadith na drejtohet të gjithëve, duke thënë: "Men ra minkum munkaran", kush prej jush e sheh një të keqe. Dhe nëse e shohim, nëse analizojmë, nëse i kushtojmë rëndësi këtyre fjalëve, do ta shohim që kuptimi nuk është ashtu siç ne ndoshta në shumë raste e kemi menduar, apo ndoshta në shumë raste e kemi jetuar në mesin e njerëzve. Kush prej juve e sheh ndonjë të keqe? Dhe jo kush prej dietarëve e sheh ndonjë të keqe? Apo nëse dikush prej hoxhallarëve e sheh ndonjë të keqe? Jo, prej juve. Men ra minkum, prej juve, kush i cili prej juve e sheh ndonjë të keqe, juve bëhet fjalë për krejt muslimanët. Do me thonë, këtu ki hise edhe ti edhe une. Këtu ki përgjegjësi edhe ti edhe une. Dhe se cili musliman i cili e sheh ndonjë të keqe, ka përgjegjësi para Allahut azza wa jall. Men ra'a, kush e sheh, kanë thonë dietarët, nuk është fjala kush e sheh vetëm me sy, po kush e sheh nën kupton edhe me pa, po edhe me e dit. Kush e di që në mesin e njerëzve bëhet një keqe? Kush e sheh, kush e di prej juve ndonjë të keqe, munkaran, ndonjë të keqe. Çka është munkar? Munkar është ajo të cilën Allahu azza wa jall e ka ndaluar, të cilën Islami e ka kundërshtuar, të cilën njerëzit ka mundësi ta veprojnë duke i bërë gjunah Allahut azza wa jall. Munkar, ajo që Allahu e ka ndaluar, ajo që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka ndaluar, apo atë që Allahu e ka urdhëruar dhe njerëzit e lanë pas dore. Atë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka urdhëruar dhe njerëzit i ja kthejnë shpinë. Kjo është munkar, kjo është e ndaluar, e refuzuar, e keqe. E keqja duhet të shikohet në mesin e muslimanëve me syrin e sheriatit, me syrin e argumentit, në kohën që në sa raste janë ndryshuar vendet. Në sa raste nuk dallohet në mesin e njerëzve cila është e keqja. Cila është e keqja sipas fesë Allahut azza wa jall, dhe cila është e keqja sipas shumë njerëzve të cilët në sa raste bën kundërshtar armiq të mirës, duke llogaritur atë të keqe. Sa ngritet zani sot kundër islamit, kundër muslimanëve, kundër Kur'anit, kundër hijabit, kundër besimtarve, kundër hoxhallarve, kundër edukatës, kundër terbijes, kundër shumë cilësive dhe dukurive pozitive, ngritet zani. Dhe këtu ndahen njerëzit. Këtu njerëzit janë dy palë. Mos u habet sot. Mos u habet me ata të cilët e ngritin zanin, nga se njerëzit janë dy palë në këtë aspekt. Pala e të mirës, besimtarët për të cilët tha Allahu ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Të mirët janë ata të cilët urdhërojnë në të mirë, ndalojnë nga e keqja. Dhe pala tjetër, munafikët, hipokritët, ata të cilët ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf, ata urdhërojnë në të këqija dhe ndalojnë nga e mira. Ajo është roli i atyre. E cila është e keqja? Çdo gjë që Islami e ka definuar si të keqe, ajo është e keqe.
E çdo të keqe që njeriu e sheh në jetën e tij, ndaj asaj ka përgjegjësi. Cila është përgjegjësia? Përgjegjësia e parë, hapi i parë, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, falyughayyirhu biyadihi. Le ta largon, le ta ndryshon atë me dorën e tij. A sheh një të keqe në mesin e njerëzve? A sheh një të keqe në mesin e besimtarve? A sheh një të keqe në mesin e familjarve? Ti e ki një përgjegjësi. Cila është përgjegjësia e parë? Ndale atë me dorë. Kur është kjo? Kur njeriu ka mundësi dhe kur njeriu ka fuqi. Disa gjëra ka mundësi t'i ndryshon shteti islam. Disa gjëra i ndryshon njerëzit me pozitë. Disa gjëra i ndryshon njerëzit me përgjegjësi të mëdha. Disa gjëra i ndryshon njeriu aty ku ka përgjegjësi ndaj atyre që ka përgjegjësi. E ne ndoshta nuk e kemi atë pozitën e lartë të gjithë popullit, ama një lloj përgjegjësie se cili prej nesh e ka. Se cili besimtar, se cili kullukum ra'in, se cili prej juve është bari, se cili prej juve është kujdestar, se cili prej juve është përgjegjës, ndaj kujt? Më së paku ndaj familjes së tij. Po edhe në raste tjera. Dhe këte e gjejmë shembullin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili e pa një njeri që në dorën e tij kishte unas të arit. Ndërsa ari për burrat, për muslimanët meshkuj, është ndaluar, është haram. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i anxori, i aheki prej dore. Kjo është mënyra e parë të reagosh me dorë. I aheki prej dore unazën dhe e hudhi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. A dëshiron që zjarin e xhenemit ta mbash në dorën tënde? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u largua, than, o filan, merre unazën. Merre, mos e vëno ti në dorën tënde, nga se është haram. Mirë, po merre. Ajo është ari, është e shtrenjtë, ka fitim prej saj. Mundesh me ndryshu, mundesh me prish, mundesh me shfrytzu, jo duke e mbajt për vete. Mirë, po fiton prej saj, mere. Tha, nuk e marr atë që e ka hudh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. U kry dhe nuk e mori. Mirë, po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë rast reagoi me dorë. E ne kur duhet të reagojmë me dorë? Kur ne duhet të ndalim një të keqe me dorën tonë? Ndale. A na ndodh ndonjëherë? A reagojmë ndonjëherë? A i shohim të këqijat në mesin tonë, në mesin e njerëzve? I shohim. Dhe pastaj, në sa raste heshtim, në sa raste bahemi sikur nuk shohim. Ma në ra'a minkum, kush e sheh për juve? A e sheh, po? Mos u ban sikur nuk je duke e pa, nga se ki përgjegjësi para Allahut azza wa jall. Po ti nuk mundesh me dalë dhe me ndryshu krejt njerëzimin, krejt botën, krejt popullin, ama aty ku mundesh me ndryshu, ki përgjegjësi para Allahut azza wa jall. Hin në shtëpi dhe e sheh që familja përcjell filma të kot, filma me skena të ndyta, filma banal, me lloj skena të cilat mbjellin vetëm shthurje dhe degenerim, dhe hyn baba dhe del baba prej shtëpie, sikur nuk ndodh kur gjë. Hyn njeriu në shtëpinë e vet dhe sheh që është lëshuar muzikë shfrenuese, degeneruese, dhe hyn dhe del sikur nuk ndodh kur gjë. I sheh djemt, vajzat në familjen e vet, të cilët kanë ndryshuar, kanë devijuar rrugët e moralit, terbijes, dhe në fund nuk ndërmerr asnjë hap. E mos të flasim kur arrin baba në atë shkallë që ju bashkangjitet atyre, kur nana ju bashkangjitet atyre, kur ata së bashku, baba e nana, familja, ulen dhe shikojnë emisionet më të prishura, më të gërditshme në mesin e njerëzve. Dhe ti çuditesh,
Dhe ti nuk je në gjendje me kuptu, a është more ky popull, a janë këtë, kur ndryshuan këta njerëz? Kur përsa kohë ndodhi që baba, nana, shqiptari musliman, që i thot vetes musliman, dhe nuk flasim për palën tjetër, nga se nësa raste na hinë në lidhje, ata të palës tjetër nuk jemi duke folur për ata. Ai është katolik dhe hinë në lidhje në çështjet që kanë të bëjnë në mesin e besimtarëve musliman, është ateist dhe hinë komenton për gjëra, nuk jemi duke folur për ju fare, nga se me ju kemi tema tjera. Me ju duhet të flasim për Allahun Azza wa Jall, për Islamin, për Kur'anin, për ringjalljen. Nuk jemi duke folur me juve, jemi duke folur me ata, me atë prind që i thot vetes musliman, ai baba, ai baba plaka, ajo nana, ajo loke, ajo familje, ajo vajzë, ai djalë, që janë ulur familjarisht dhe do të shohin çka. Njerëz të cilët janë tubuar në një kafaz, njerëzit mat pa turpshëm, që s'mundesh me gjetë në popull njerëz deri në atë nivel të paturpsis, do të mlidhen dhe do të tubohen dhe do të bajnë skenat dhe veprimet dhe reagimet ma turpshme, ma të gërditshme. A është ky problemi? Nuk është ky problemi. Po ata çashtu janë, ata janë edhe aty mrenda, edhe jashtë. Jeta e tyre është kjo. Mirë, po ai i cili ulet dhe i shikon ata, unë nuk mundem me kuptu, gjej një njeri të mençur, qoftë musliman apo edhe jo musliman, i cili ta gjej një arsye, një kuptim për çfarë ata duhet të përcjellen. 100.000 vete përcjellin, 200. A janë këta njerëz në vetvete? Ai i cili në familjen e tij me qëllim mbjell hipokrizi, me qëllim mbjell shfrenim, mbjell degenerim, mbjell shkatrimin e moralit të familjes së vet, dhe çka mbetet në një popull në të cilin humbet morali. Një popull është moral. Në momentin që s'ka moral, ai më nuk është. Ai popull më nuk ekziston. E ky popull ka qenë popull i moralit, i xhelozis, i nderit. Në këtë popull njerëz kanë vdekë, kanë dhënë jetën për nderin e tyre, për terbien, për moralin e tyre. Dhe çka ndodhi për sa kohë? A janë këta njerëz, ata njerëz, ata të cilët në familjen e tyre, në evladët e tyre, po lufta e cila është bërë nga armiku ma herët dhe e cila zhvillohet sot në përbot, është luftë në të cilën mbyte njerëzit janë të vdekur. Kjo është luftë në të cilën mbyte njerëzit dhe janë të gjallë. Ata janë të gjallë, ata në brendi janë të vdekur. Dhe nuk ka hajër prej atyre njerëzve të cilve në shpirt, në zemër, në jetë, ju mungon morali. Nuk ka respekt, nuk ka terbije, nuk ka moral. Kur ajo merret pasqyra e një të riu dhe një të res, janë ata njerëzit e shfrenuar, njerëz të cilët nuk kanë familje, njerëz të cilët nuk kanë asgjë në jetën e tyre përveç se njerëz të cilët nuk kanë asnjë vlerë. E besimtari këtu besimtari obligohet, ndale. Nëse nuk je në gjendje me ndal televizorin në shtëpinë, në familjen tënde, ti mos i thuj vetvetes. Ti llogaritë që ma nuk ekziston, ti nuk je fare, përderisa nuk i ndikim fare. Nëse nuk je ne nuk jemi në gjendje me ndal televizionet, nuk jemi në gjendje me ndal mediat, nuk jemi në gjendje me pengu emisionet të cilat janë me qëllim për prishjen e moralit të një rinie, të një populli. Ama televizori në shtëpinë tënde, nëse edhe qatë s'mundesh me e bat, ti mos i thuj vetvetes që je hala. Ti nuk je fare. Nëse të ka hum ndikimi edhe në shtëpinë tënde, në familjen tënde, në evladët e tu, ku do të ketë më ndikim prej neve? E besimtari obligohet ndale.
e sheh harami në shtëpi, ndale, e sheh gjunau në familje, ndale, e pastaj edhe jashtë shtëpie në bazë të mundësive. Është mundësia, ndale, nuk është mundësia a që ki përgjegjësin, ama aty ku mundesh, mos hesht. Aty ku mundesh, ki përgjegjësi para Allahut Azza wa Jall. Nuk është vetëm një gjë, po sa gjëra janë futur në për familje tona dhe ndoshta ne ende jemi sikur në gjumë, sikur në ëndër, nuk vrejmë asgjë. Fëmija 5 vjeçar me telefon, fëmija 10 vjeçar me telefon, në telefonin e ti, me TikTok, me Snapchat, me gjitha ato programe dhe gjitha gjëra që i takojnë dhe nuk i takojnë. Dhe çka pastaj? Ua kemi bë kushtet. Fëmiu e ka dhomën e vet, kushtet e veta, telefonin e vet, gjitha ato, hin në dhomë, e mbyll derën, qëndron ditën, qëndron natën. Dhe prindi nuk është në rjedha fare. Dhe nesër, çka ndodhi? Çka ndodhi? Jemi shumë vonë. Mirë, po para se të bëhet vonë, duhet të reagojmë. Kontrolloja fëmiu tanë. Së pari, nëse nuk është nevoja, mos i lën telefon fare. Nëse është nevoja, kontrolloje. Mos e lë derën e mbyllur me telefonin e vetëm fëmiu në dhomë. Për çfarë arsye? Për arsye se ki përgjegjësi para Allahut Azza wa Jall. Ki me dhënë llogari se ai fëmijë nuk di. Dhe ai nesër ty do të fajson. Dhe ai ka me drejt, e ka me drejt. Se ai nuk e di. 5 vjeçari nuk e di. 10 vjeçari nuk e di. Ai qëndron 1 orë, 2 orë, 3 orë dhe i përcjell. Ai nuk e di. Ama në mendjen e ti është fut thellë ndikimi që pasojat mund t'i sheh ma vonë. Kush është këtu fajtori? Fajtor është fëmiu i vogël? Jo, fajtor nuk është fëmiu i vogël. Kush është fajtor? Fajtor është ai prind i cili mendon se mi a bë kushtet fëmijut, i ke dal hakut edhe u kry. E përgjegjësia në aspektin e moralit, tërbijes, edukimit, sheriatit, fesë Allahut Azza wa Jall, ajo është krejt një temë tjetër. Ne jemi jashteme, komplet jashteme. Ne po flasim për diçka tjetër. Ky është obligimi. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadi. Krejt fëmijëve të dunjas nuk mundesh mi andal. Fëmiu tan mundesh. Fëmiu tanë mundesh, ki përgjegjësi para Allahut Azza wa Jall. Mos flasim kur ne bahemi shërbetor të asaj rrugë që e devijojmë evladin ton, familjen ton, me apo edhe pa dije. Dhe pastaj vijnë pasojat dhe e sheh në sa raste njerëzit, në sa raste kundërshtohet e mira dhe lavdrohet, reklamohet e keqja, duke u andruar njerëzit vendet. Në sa raste njerëz të caktuar nuk e kanë problem një gjë të tillë, e kanë problem anën fetare. Pastaj i sheh 10 vjeçar, 15 vjeçar, 14 vjeçare, 15 vjeçare të reja aborte nga vajzat e reja, nga fëmijët që ti mundesh me i quajt fëmijë, ama ato nuk janë fëmijë. Deri ku kanë mbri? Deri në atë shkallë. 14 vjeçari, 15 vjeçari i ri me drogë, deri ku ka mbri? Nuk jemi në rjedha në sa raste duke mos ju kushtuar rëndësi dhe duke mos i marrur hapat që na udhëzon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E sheh një të keqe, ndale me dorë. Po nëse nuk e ki mundësin, atëherë kalon në kategorinë e dytë të njerëzve, në shkallën e dytë, në përgjegjësinë e dytë. Te e para, nëse je i arsyetuar para Allahut Azza wa Jall, kalon te e dyta. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, fa illam yastati' fa bi lisani. Në disa raste ki mundësi me ndal me dorë, në disa raste nuk e ki atë mundësi. Nuk mundesh, atëherë febi lisani, atëherë thuaje me gjuhë, thuaje mos e kështu nuk është në rregull, mos e kështu nuk ban, ose nëse njerëzit i marrin obligimet Allahut në përkam, thiri ata, duke i afruar ata, thiri me gjuhë dhe ndaloj me gjuhë.
kjo është përgjegjësia e dytë. Dhe përgjegjësia e parë është më e kufizuar. Përgjegjësia e dytë është më e hapur dhe më e gjerë, dhe ne duhet të reagojmë me fjalë, jo vetëm në familje, edhe jashtë familjes, në sa raste në jetën tonë të përditshme. E shohim të keqen dhe heshtim. Këtu ka një përgjegjësi. Kemi përgjegjësi para Allahut Azza wa Jall që të flasim. Dhe e shohim në sa raste si kur kjo përgjegjësi është vetëm e hoxhallarëve. Ata duhet të flasin, ata duhet të reagojnë, dhe ky rol nuk mund të luhet i plot nëse ju mbetet vetëm një kategori të njerëzve. Këtë përgjegjësi e kanë të gjithë. Të reagojmë, të flasim kur e shohim një gabim, kur e shohim një të keqe, kur e shohim një gjuna, kur kemi ndonjë vrejtje, duhet të flasim, s'kemi mundësi ta ndryshojmë, do të flasim. Dhe do të flasim insha Allah sa të jemi gjallë, dhe goja tona nuk do të ndalen. Me lejen e Allahut Azza wa Jall, gjuhët tona nuk do të ndalen, dhe do të reagojmë çdo herë. Dhe e dim që ju pengojmë. Dhe nuk është rastisht që armiqësia më e madhe një kategorie të njerëzve është kundër hoxhallarëve. Për çfarë arsye? Për arsye se hoxhallarët flasin. Hoxhallarët reagojmë dhe do të reagojmë inshallah. Deri kur? Sa të jemi gjallë, sa të na jap Allahu Azza wa Jall jetë, do të reagojmë kundër çdo dukurie negative. Dhe shikoj ti pastaj ne kundër cilave gjëra reagojmë dhe kujt i pengon kjo? Ne reagojmë kundër alkoolit, kundër drogës, kundër zinas, kundër vjedhjes, kundër vrasjes, kundër vetvrasjes, kundër shitjes së nderit, kundër gjitha dukurive negative që mund të paraqiten në një popull. Kujt i pengon një gjë e tillë? E nëse ju pengon, le të ju pengon. Dhe do të flasim inshallah. Mirë po një përgjegjësi e tillë nuk është vetëm me hoxhallarëve. Duhet të reagojnë edhe tjerët. Duhet të flasin edhe tjerët. Duhet të shkruajnë edhe tjerët, secili me mundësinë e tij. Kështu ndodhi në një prej rasteve kur reagoi një xhamatli thjesht. Një xhamatli, nuk e dim emrin as mbiemrin. Ndaj kujt? Ndaj halifes së muslimanëve. Mos e nënçmo vetveten. Mos e llogarit vetveten që nuk jam une. A bash une duhet, bash ti duhet. Nësa raste, nëse secili reagon, gjendja do t'jetë ndryshe. Deri në atë shkallë halife i muslimanëve, Marwan bin Hakem, i cili doli në namazin e Bajramit, dhe mund ta paramendosh në atë kohë në namazin e Bajramit numrin e besimtarëve. Marwan bin Hakem doli në namazin e Bajramit dhe e filloi hutben e Bajramit, mirë po para se ta falin namazin. Në xhuma mbahet hutbeja, falet namazi. Në Bajram falet namazi, pastaj mbahet hutbeja. Mirë po Marwani filloi hutben para se ta fal namazin. U ngrit një njeri dhe tha jo, e ke kundërshtuar sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nuk është kjo mënyra. Një herë do të falet Bajrami, pastaj të mbahet hutbeja. Subhanallah. Gjithë ky guxim duhet të kemi guxim. Ky reagim Ebu Said el-Khudri radhiyallahu anhu, transmetuesi i këtij hadithi, ishte prezent, tha: ky e çoi në vend fjalën të cilën e kam dëgjuar nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, i cili ka thonë: kush e sheh një të keqe le ta ndal me dorë, nëse s'ka mundësi ta ndal me dorë, le ta ndal me gjuhën e vet. Ky e ka çuar në vend. Jo ndaj halifes, jo ndaj kryetarit, as kryeministrit, ndaj filanit. Kush është filani? Kur është në pyetje e vërteta, kush është filani? E besimtari duhet të reagon kundër të keqes çdo herë që e ka mundësinë. E nëse nuk e ka mundësinë, atëherë kjo është e fundit. Nëse nuk e ka mundësinë, mirë po në sa raste
e kemi mundësin dhe e neglizhojmë mundësin që e kemi. Besimtari duhet të reagon, besimtari duhet të thëret, besimtari duhet të flet. Në shumicën e rasteve duhet mënyra më e mirë të jetë me të mirë, me të butë, me sjellje, me atë mënyrë që kanë reaguar edhe kanë thirrë pejgambert Allahut Azza wa Jall. E pastaj gradualisht me shkallët e ndryshimit për të arritur përmirësimin. Nëse e thrasim dikand, e thrasim me të mirë. Nëse e thrasim dikand, e thrasim me të butë. Ne duam ndryshimin, duam korrigjimin, duam përmirësimin, përveç nëse e keqja është publike, nëse e keqja është haptas, atëherë reagojmë haptas. Ama nëse është e mbyllur, nëse është e qetë, nëse ka mundësi për ndryshim, për udhëzim, atëherë reagojmë në mënyrën më të mirë. Kështu kanë reaguar pejgambert Allahut, kështu na ka udhëzuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në gjitha reagimet e tij, në gjithë historinë e jetës së tij. Së pari thrasim me të mirë, pastaj thrasim në atë e cila është kryesore, në atë e cila është më e rëndësishme, në atë e cila nuk guxon të heshtet. Thrasim në atë e cila është e definuar, e prerë dhe nuk ka ndryshime. Nuk e kundërshtojmë atë e cila mund të ketë ndryshim, mund të ketë ihtilaf të pranuar, mund të ketë ijtihad në mesin e ulemave, flitet për dukurit negative të cilat janë të qarta. Këtu besimtari duhet të reagon në mënyrën më të mirë, nëse nuk është mundësia me dorë, të reagon me gjuhë. Dhe kjo është edukatori jonë, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, i cili ka përmirësuar çdo herë, në çdo vërejtje, ka përmirësuar. Mirë po, në mënyrën më të mirë. Ne keni parasysh rastin e një sahabiu i cili quhet Muawiya bin Hakam as-Sulami radiyallahu anhu. Muawiya erdhi në namazin e besimtarve, imam i tyre pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hini në namaz, duke e fal namazin, dikush të shtiu dhe tha elhamdulillah. Muawiya duke qenë në namaz tha yerhamukallah. E që ne kemi parasysh që ti mund të thuash elhamdulillah, mirë po nuk mund të thuash me atë tjetrin yerhamukallah. Nuk guxon të flasësh me dikan tjetër, ti vetëm me vetveten mund të thuash elhamdulillah, mirë po jo yerhamukallah. Muawiya reagoi dhe tha yerhamukallah. Sahabët e shikuan me sytë e tyre, duke qenë në namaz, që t'ja tërhekin vrejtjen, nga se nuk guxon të flasësh. Muawiya u kthy duke ju thënë atyre, çka po më shikoni? Çka keni? Atëherë i ran me dorë, i dhan vërejtje që nuk guxon me fol, nuk ban me fol në namaz. Atëherë heshti. Kur përfundoi namazi, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e thiri. Tha Muawiya radhiyallahu anhu, më thiri pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që të më përmirëson për gabimin që e kam bë. Mirë po, mësues më të mirë në jetën time nuk kam pa asnjëherë. As nuk më randoj, as nuk më ofendoj, as nuk më tha ndonjë gjë. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, o Muawiya, ky është namaz, ky është ibadet. Në të nuk ka fjalë të njerëzve, ka tesbih, falenderohet Allahu, madhërohet Allahu, ka lutje, ka Kur'an. Në namaz nuk ka fjalë të njerëzve. Mirë po, kjo është metoda, kjo është mënyra e përmirësimit dhe reagimit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me gjuhë. Në raste të caktuara, ndryshimi bëhet me dorë. Në disa raste, ndryshimi bëhet me gjuhë. E nëse nuk është edhe kjo mundësi, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, fa illam yastati' fa biqalbi. E nëse nuk ka mundësi, paraqitet e keqja, shifet e keqja, reago me dorë, nuk ki mundësi, reago me gjuhë, nuk ki mundësi, atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, fa biqalbi, atëherë leta uren me zemër. Në disa raste, s'mundesh me reagu me dorë, nuk e ki atë mundësi. Don me fol, ama se ki mundësin edhe mu shprej me fol, me reagu. Atëherë së paku
ureje me zemër. Atëherë në zemrën tënde së paku të ketë kundërshtim ndaj asaj vepre, ndaj atij gabimi, ndaj atij gjunau, ndaj asaj të keqe me zemër së paku ureje me zemër. Mirë po, wa dhalika adhaful iman. Ky është imani më i dobët. A është ky imani më i dobët i të gjithë njerëzve? Jo, ky është imani më i dobët në aspektin e ndryshimit dhe përmirësimit. Në këtë kapitull, ai i cili nuk reagon me dorë, nuk reagon me gjuhë, i mbetet vetëm kundërshtimi me zemër, ky është më i dobti. Mirë, po në mesin e gjithë muslimanëve nuk është ky imani më i dobët. Ky është imani më i dobët në këtë kapitull. A ka më të dobët se ky? Në përgjithësi ka më të dobët se ky. Kush është më i dobët se ky? Ky e urren me zemër, e kundërshton me zemër, ama nuk guxon me fol për disa arsye. Më i dobët se ky kush është? Po ai i cili vepron. Ai i cili vepron është edhe më i dobët se ky në aspektin e përgjithshëm të imanit. Mirë, po në aspektin e ndryshimit dhe përmirësimit, i pari është ai i cili ndryshon me dorë, i dyti ai i cili e ndryshon me fjalë, e i treti, dhe ky është më i dobti, ai i cili e ndryshon apo e qorton, e kundërshton me zemër. Ky është imani më i dobët. Besimtari së paku këtë cilësi dhe këtë iman duhet ta ketë në çdo rast. Këtu nuk ka përjashtim. Ka përjashtim që nuk reagohet me dorë. Ka përjashtim që nuk reagohet me fjalë. Nuk ka përjashtim që mos të reagohet me zemër. Me zemër duhet të reagohet çdo herë. Me zemër duhet të kundërshtojmë çdo herë. Me zemër duhet të urrejmë të keqen çdo herë. Megjithse ky është imani më i dobët. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë hadith na nxit të gjithëve që të mundohemi ta ndalojmë të keqen, ta pengojmë të keqen, për ndryshe nëse ne nuk reagojmë fare dhe secili shikon jetën e vet, secili e ka privatësinë e tij, secili nuk merret me gjërat që na rrethojnë, çka do të ndodhë? Atëherë zbret dënimi i Allahut Azza wa Jall për të gjithë. Edhe ai që është i mirë, edhe ai që është i keq. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً. Keni frikë nga dënimi Allahut Azza wa Jall i cili nuk bie vetëm në palën zullumqare. Kur të vjen dënimi, ne duhet të reagojmë. Pse duhet të reagojmë? Nga se dënimi na përfshin edhe neve. Kur zbret dënimi Allahut Azza wa Jall i merr edhe të mirët, edhe të këqit. Dhe e sheti pastaj një vërshim, i mori gjithë, një tërmet, i mori gjithë, një ngjarje tronditse, një tragjedi, çka do që mund të ndodhë, nuk i ndan të mirët edhe të këqit, i merr të gjithë. Andaj ne duhet të reagojmë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u pyet: "Ja Rasulullah, a shkatërrohemi edhe ne duke pas në mesin ton të mirë?" Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Naam, po, shkatrimi, dënimi i merr krejt kur idha kathura al-khabath, kur të shtohet e keqja." Që mos shtohet e keqja besimtarët, secili me përgjegjësinë e tij në bazë të mundësisë, secili duhet të reagon që mos shtohet e keqja, mos të na mundin, mos të na fitojnë ata të këqit, megjithse elhamdulillah nuk janë shumicë, megjithse elhamdulillah nuk është gjendja çdo gjë në dorën e atyre. Mirë, po ne si musliman duhet të reagojmë, duhet të pengojmë, duhet të ndalojmë që mos të na mund, mos të mbizotron e keqja, nga sa atëherë zbret dënimi Allahut Azza wa Jall. Pra ky hadith i cili është i rëndësishëm, i cili është i dobishëm, së pari e kujtojmë, e mbajmë në mend
në teori e pastaj mundohemi ta realizojmë edhe në praktikën e jetës tonë. Në këtë hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na përcolli këtë mesazh duke na drejtuar të gjithëve, duke ju drejtuar gjithë besimtarëve dhe duke thënë man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Kush prej jush e shën ndonjë të keqe, le ta ndryshon atë me dorë. E nëse nuk ka mundësi, le ta ndryshon me gjuhë, e nëse nuk ka mundësi, le ta ndryshon me zemër, dhe ky është imani më i dobët. Këtë hadith e shënon në librin e tij Imam Muslimi rahimullah. Ne lutim Allahun azza wa jall, Allahu të na bën për atyre që reagojmë për të mirë. Allahu të na bën për atyre që reagojmë kundër të keqes. Allahu mos na bën për atyre që heshtim ndaj të këqijave të cilat na rrethojnë. Lutim Allahun azza wa jall, Allahu të na bën për atyre që i lexojmë, i dëgjojmë, i kuptojmë, i mësojmë fjalët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, i jetojmë në jetën tonë me këto fjalë dhe vdesim ashtu si Allahu është i kënaqur. Allahu azza wa jall të na takon me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, me sahabët, me besimtarët e mirë në xhennetet e tij. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.